Deputeti i Qarkut Elbasanit dhe antari i Komisionit për Infrastrukturën në Kuvend Blendi Himçi ka denoncuar një tjetër rast të punimeve për korridorin e 8 pranurës së Murrashit, pas ngjarjes së rëndë të ndodhur mbrëmjen e së premtes ku një 42 vjeçar humbi jetën, teksa një shkëmbë ras sipër makinës. Siç duket mjaft qartë nga pamjet, në pjesën e sipërme të malit vijoi ngërmime dhe edhja e dheut, në momente kur në zonë ndodhen automjete të shumta. Sipas Himçit, një dalje jashtë kontrolli e situatës mund të sjellë një ngjarje tjetër fatale, pasi në këtë periudhë ky aks është një ndër më të frekuentuarit. Jeta e shoferëve të cilët qarkullojnë në këtë aks rrugor rrezikohet në çdo moment. Padromat që punojnë sipër dhe makinat që qarkullojnë poshtë. Jo më shumë se sa dje humbi jetën një qytetar nga Elbasani. Sot mund të jetë një njeri tjetër i radhës. Deputeti i Partisë Demokratike shprehet se siguria teknike është zero, duke vënë në rrezik jetën e drejtuesve të automjeteve. Siguria teknike është zero nga kompania e cila po ndërton. Zoti ministër, ju bëj thirrje, ku është ministria juaj? Aferat korruptive, përveç se kanë bërë dëm në buxhetin e shtetit, tashmë po marrin edhe jetë shqiptarësh. Merr masat sa më shpejt në parandalimin e kësaj veprimtarie të palishme. I bëj thirrje Inspektoratit të Mbrojtjes Territorit të ndalojë këtë veprimtari të palishme të kompanisë. I bëj thirrje Policisë Shtetit të marrë masat për një qarkullim të sigurt të shoferëve në këtë aks rrugor kaq të rrezikshëm. Ai i bën thirrje institucioneve të rishikojnë këtë situatë dhe të marrin masa të menjëhershme për të ndaluar këtë veprimtari.